Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd wa ba'd. Hamdi, adhurimi janë për Zotin Xhallashanuhu, atë adhurojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk mund të adhurohet askush tjetër me të drejtë përpas Allahut një, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguari i tij i fundit. Pasni jemi në shpjegimin e librit Tri Parimet, libër që më të vërtet është ndërtuar mbi fjalët e Zotit Xhallashanuhu, pastaj mbi fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Autori në këtë libër ka sjell nga fjalët e Allahut dhe të dërguarit të tij mbi 60 argumente për t'i treguar njerëzimit se këto mësime rreth besimit janë të ndërtuara në atë të cilën e dëshon Allahu Xhallashanuhu dhe ka obligu të dërguarin e tij me i përcjell ummetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam besimin e vërtetë. Thot autori, me sa Allahu të mëshiroft se është detyrë për çdo musliman e muslimane mësimi i 3 çështjeve të mëposhtme dhe të punuarit me to. 3 çështje të mëposhtme dhe të punuarit me to. Ne do i lexojmë 3-jat, mirë po do shpjegojmë vetëm një për shkak kohës, për arsye se nëse ndalem të shpjegojmë të 3 çështje në këtë test të kësaj ligjate të kësaj nate, do merr kohë jashtëzakonisht të gjatë. Të para, Allahu na ka krijuar, na ka furnizuar dhe nuk na ka lënë pas dore, por ka dërguar te ne një të dërguar, kush i bindet do të futet në xhenet dhe kush e kundërshton do të futet në zjarr. Argument për këtë është fjala e Allahut, ne me të vërtetë ju kemi sjellë një të dërguar Muhamedin, dëshmitar mbi ju. Ashtu siç ja quam një të dërguar Musajn, faraonit, por faraoni nuk ju bin të dërguarit, Musajt alayhis salam, kështu që ne e mbërthyem atë me ndëshkim të ashpër. Muzammil 15:16. E dyta, Allah nuk pranon që të shoqërohet askush me të në adhurim, qoftë melek i afërt apo profet i dërguar. E treta, kush i bindet të dërguarit të Allahut dhe nisën Allah nuk e lejohet të mësohet me ata që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e tij. Edhe nëse këta njerëz mund të jenë nga më të afërmit e tij. E cek hajetin e 22 të surës Mujadala. Pasni e para që duhet ta dinë muslimanët dhe muslimanet dhe do të punuar me të është që Allahu Xhallashanuhu është krijuesi ynë. Allahu është ai i cili na ka krijuar neve. Allahu Xhallashanuhu në Kur'an në shumë ajete ne nuk mund të sjellim gjithë ajetet që fol për krijimin e tij, për ne dhe për çdo sa që ka kriju, atë që e shohim dhe atë që nuk e shohim. Gjitha këto argumente që Zoti Xhallashanuhu është munduar t'i tregon krijesës më dashur, më të privilegjuar, më të afruar tek Allahu Xhallashanuhu që është njeriu, për ta bërë njeriu që mos të mohon Zotin, për ta beson, ta adhuron, ta njëson, t'i therrët të tjerët në besim. Allahu Xhallashanuhu thot, Allahu është që ju krijoi nga balta, e mandej ju caktoi një afat për vdekje, dhe një afat është i caktuar pranë dijes së tij, dhe pas gjithë kësaj të vërtete ju dyshon. Thot Allahu Xhallashanuhu, ne ju krijuam, pastaj ju dham formë. Dyshimi në Zotin Xhallashanuhu, si në adhurim, si çdo sen që ka të bëjë me Zotin, ka fillu para shumë shekujve prej kohës të popullit Nuh alayhis salam. Dhe njerëzit edhe në kohën e sotit me gjitha këto të arritura, sidomos ne që kemi pas fatin të përjetojmë dhe kemi një moshë të shtyrë, se krijimi i njeriu nga është krijuar. Allahu Xhallashanuhu thotë, ai është që ju krijoi nga balta, ndërsa ne që kemi pas fatin në shkollat shtyra në shkollën e Jugoslavisë, komunizmit, dhe deri vonë nuk e di është largua jo nga librat e fëmijëve tanë, librat tanë, mundohen t'i bindin se njeriu nuk e ka krijimtari nga balta, mirë po është transformuar
nga kafsha majmuni dhe jenë mundu me mishë me shpirt me nabin atë bindje që ka qenë esenciale e pabesimtarve, që me fut dyshimin çdo sen që kur njeriu kur të rritet, kur të lexon, kur studion, t'i ketë mësimet e mohimit fjalëve të Zotit para se me i pohu, me i besu, me i vepru. Allah xhaleshanuhu gjithashtu ka thonë, a mos u krijuan prej kurgjës, apo ata vetë janë krijues. Padyshim që ne nuk jemi krijuar nga asgjë dhe ne nuk jemi ata të cilët mund të krijojmë diçka nga vetvetja jonë. Njeriu nuk u vetë krijua, sepse ai nuk ekzistonte, e ajo që nuk ekziston është asgjë. Dhe asgjëja nuk mund të sjellë në ekzistencë apo të krijojë një gjë. Gjithashtu nuk ka ndodhur që nëna, babai ose ndonjë krijesë tjetër të jetë krijuar, të ketë krijuar njeriu, e as që njeriu është faqe pa ndonjë krijues. Sepse asgjë nuk ndodh që është faqe në ekzistencë pa pasur shkak. Prezenca e gjithë këtyre qenieve në ekzistencë dhe e ligjeve mjaft të ndërlikuara, që të mahnisin është fakt mjaft i qartë se çdo gjë nuk ka ardhur në ekzistencë rastësisht. Sepse nëse do të kishin ardhur në ekzistencë rastësisht, nuk do të ishin kaq mirë të organizuara. Në këtë mënyrë, konkluzioni që nxirret është se vetëm Allahu është krijuesi të gjitha gjërave dhe vetëm ai sundon dhe komandon. Allahu xhaleshanu thotë, vetëm atij të ka sundimi dhe krijimi. Për sendve që më të vërtet ecin në hapësirat e tyre, që besimtarët në qoftë se dëshirojnë me ditë kohën e namazit. Edhe morën një takdim, i cili nëse gjendet para 1000 viteve, dhe si sot data 30 qershor në vendin tonë, do falin çdo namaz në kohën e tij për arsye që 1000 vet nuk ka ndodhur dielli me lind me herët apo me lind me vonë. Vetëm nëse ndalim në kohën e namazit, që e falim 5 herë në ditë. Dhe precisitetin që Allah xhaleshanu e ka urdhëruar krijesën e tij diellin, që të lindet perëndon. Dhe ditët që ndryshojnë me gjatësinë e tyre, ku i kemi ditët e dimrit të shkurtë dhe ditët e verës së gjata, është argument i prekshëm ditor, që ndoshta dikush prej juve nuk e ka vërejt, nuk e ka përjetu, nuk ka meditu rreth kësaj krijese të Zotit, që më të vërtet këtu ka urtësi jashtëzakonisht të madhe. Sikur kjo krijesë nuk do të ishte kriju nga Zoti dhe nuk do të ishte urdhëruar prej Zotit që ta ketë lindjen dhe perëndimin në kohën e vet. Dhe krijesa tjera që janë më të mëdha dhe më të vogla, që i shohim dhe nuk i shohim. Sikur Allahu xhaleshanu mos t'i kishte komanduar që secila të hesë horizontin e vet, kufit e veta, hapësirën e veta, mundësinë e veta, çka do të kishte ndodhur me tokën dhe qiellin. Padyshim se do të shkatruar gjatë ditës dhe natës. Vetëm krijesë që i madhi Zot i ka dhënë vetë zgjidhje, vetë dëshire. Mirë po, ashtu që do të shpjegojmë pas pak, e ka lënë të lirë. Dhe veprat e tij do jenë për apo kundër është njeriu. Me lajket që ka kriju Allah xhaleshanu nga drita, ato nuk kanë bujnë. Ato janë të urdhëruara dhe veprojnë sipas urdhrit të Zotit. Allah xhaleshanu dhe neve na ka urdhëruar. Na ka ndihmu, mirë po ne jemi ata të cilët i zgjedhim veprimet tona. Dhe padyshim, Allah xhaleshanu do na sqaron le fjalët që do vinë më poshtë, pse kemi ardhur në këtë botë. Do të Allah xhaleshanu vetëm atij i takon sundimi dhe krijimi. Provat për zotrimin e Allahut janë aq të qarta dhe të sakta, saqë askush nuk mund ta mojë atë përveç mendjemëdhënieve dhe atyre që nuk duan ta pranojnë nga inati,
siç ishte rasti i Faraonit. Faraoni, Allah xhaleshanu nuk ka folë për asë një profet më shumë se sa ka folë për Musa a.s. Dhe nuk ka folë për asë një udhëhes nga mizor që ka qenë mbi sipërfaqen e tokës sa ka folë për Faraonin. Faraoni ka pas gjithë ato argumente. Ajo që është prej argumenteve secili kur lexon fjalën e Zotit apo të profetit, ka disa argumente që e tërheqin më shumë. Për argumentet që gjithmonë me bën përshtypje se ku të ngolitet imani në zemrën e njeriut, e ka letë më nënshtru Zotit xhaleshanu. Është imani i pabesimtarve, magjistarve, të cilët kanë jetu në kufër për vite dhe dekade të tëra. Kur i shohin argumentet e Zotit, dhe ata ishin njohës të magjisë dhe atë që është mbi magji. Me njëherë, i ranë në sejsh dhe Zotit xhaleshanu. Faraoni e pa magjin e magjistarve, premtimet të cilat i dha atyre që do t'in afron, do t'jen të afërmit, do t'jen të përgdhenurit, do t'jen ata të se do kujdeset nga pasuria e tij. Kur i pa mrekullin e Musa a.s. që i gëlditi ata lejtarë të cilët ju kanë duk njerëzve në sy që janë gjerprin, dhe e pa sejdën e magjistarve që i ranë Zotit që amen në bi rabbil alamin, besuam në Zotin e botrave, Faraoni nga inati, thot besuat para se më dhon leje unë, do ju masakroj. Masakra ndaj njerëzve është e hershme. Thot do ju masakroj në trupat e palma, dhe do ja prej duart dhe këmbët në anën e kundërt. E do i lën të lidhun të masakrum derisa të vdesin atë gjendje. I po ata dëshirojnë xhenetin. E pan se kjo botë e ka një kufi. E pan se Musa a.s. këtë nuk e bërë nga vetvetja. Për arsye se këta ishin ekspertët e kësaj lamie. Faraoni i pa edhe mrekulli tjera, që është hapja e detit, shëndrimi i ujit në gjak. E shumë sprova që i pa, që janë prej Zotit që të shonu mirë, po kem nguli që mos të beson. Kur Allah që të shonu e bashkoj detin e kuq, dhe donte të mbytej, edhe aty shfaqi krye lartësi. Thot besoj në atë të se kanë besu benu Israelet. Do thot, besoj në atë në të cilën kanë besu benu Israelet. Nuk po thot besoj në Zotin xhaleshanu. E çdo njeri i cili e mohon Allahin, e mohon Muhamedit e sam, e ka nga inati dhe nuk e ka nga asgjë tjetër. Jubair ibn Mut'imi ka qenë njeri pabesimtar. E dëgjoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke i lexuar fjalët e Zotit ku Allahu xhaleshanu në shumë thjeshtësi për njerëz të mëshëm ka thonë: a mos u krijuan prej kurgjës? Apo ata vetë janë krijues? A mos ata krijuan qiellin dhe tokën? Jo, por ata nuk janë të bindur. A mos tek ata janë depot e Zotit tënd? Apo ata i mbizotrojnë? Jubair ibn Mut'imi thotë, kur ndëgjova këtë, zemra ime gati fluturoi. Dhe kjo ishte kur imani u vendos për herë të parë në zemrën time. Njeri që do më konë modest, nuk ka nevojë të polemizohet gjatë me ta. Dikush prej neve që ka fillu namazin para disa dekada, ende ka familjar që kur i këshillojmë nuk e pranojnë, nuk kanë arsye vetëm inatin personal. Besonin Zotin, me pas fatin shumë njerëz që nuk i kemë familjes tonë. E thonë këtë me përgjithësi më të madhe. Që të këshin pas ato dit, ato muj, ato vite, me neve, ata njerëz, për Zotin do t'i shtuar numri besimtarëve. Do t'i shtuar numri besimtarëve. Argument më të madhin për këtë që po thëmë, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për 13 vite thirrri popullin e Mekës.
wa ma amana mahu illa qalil. Dhe nuk besojnë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vetëm se një pakicë. E njëshin për arsye që Allahu xhallahu nuk e ngarkoi profetin me profetësi, pa kalu 4 dekada jetë, 40 vite. E njëshin si fëmijë, e njëshin si djalosh, e njëshin si të martuar, e njëshin me gjitha njohuri që ka mundësi njeriu me njoftë. Çka i shtyni ata mos me besu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Inatët, mosbesimi, kufri. Arriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, populli i Medinës kur patën fatin të takohen me të dërguarin e të dërguarit të Allahut, Musabin radiallahu anhu, e pranon fenë islame sa nuk ka pas në Medinë familje vetëm që ka pas antar ose të gjithë antarët e familjes kanë qenë muslimanë. Unë nuk po them që ne mu dëshpru nga të afërmit tanë. As nuk po them ne me i praktikë të afërmit tanë. Mirë po të mundohemi me ata njerëz të cilët nuk kanë familjet e tyre besimtarë, me ata njerëz të cilët nuk kanë në fshatin e tyre besimtarë, në ato vende që nuk kanë besimtarë, ti shfrytëzojmë takimet, ndejat, bisedat me ta që të thirrin Islam. Ne jemi pasqyrë e Islamit. Ne jemi ata që e ndjekim rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Jubair ibn Mut'im, kur i kanë dëgjuar këto fjalë, thot zemra ime gati fluturoi. Sa njerëz kur ti tregon disa gjëra që mendon apo ju kanë treguar gabim, thot por herë të parë po ndëgjoj. Vllazni, nëse ne si besimtar që jemi të rregull, mundohem me ndjek dëshirën e Zotit xhaleshanu. Kemi gjëra të shumta prej fesë sisteme që ende nuk i kemi ndëgju apo ende nuk i kemi mësuar. Atë qysh është gjendja ati të cilit ende nuk i ka ra Zotit një herë sejdë në jetën e tij. Ende nuk i ka fal një bajram apo ende nuk ka fal një xhumo në xhami. Sa të që jenë hapur rrjetet sociale dhe janë shtu ligjëratat e hoxhallarëve, hutbet e hoxhallarëve, mësimet e hoxhallarëve, dijeni si ka njerëz ende nuk kanë dëgjuar një tregim prej tregimeve të Zotit në Kur'an apo prej tregimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E më që njeriu është krijuar për një qëllim të caktuar. Atë cili është ky qëllim? Përgjigja për këtë qëndron në këtë varg kuranor. Allahu xhaleshanu thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre furnizim, as nuk dëshiroj që të më ushqejnë. Allah është furnizuesi i vetëm, i fuqishmi, i plot fuqishmi. Dharriat ajeti 56, 57, 58. Kur njeri e din që Allah xhaleshanu e ka kriju për me adhuru Zotin, dhe adhurimi i Zotit është njësimi i Zotit. Kanë thënë dietarët e fesë. Prej fatkeqësive të njeriu në këtë botë është me lind dhe me vdek dhe mos me ditë pse ka kriju Zoti. Dhe ne në kohën tonë, shumica janë duke lindur dhe vdekur duke mos e ditur pse kanë lindur dhe pse kanë vdekur. Dhe pse ka ardhur këtë dynjë. Dhe pse ka kriju Zoti që dëshon. Parasysh që kur nuk e bojnë një pyetje, çka dëshiron Zoti prej meje që më ka sjellë këtë dynjë? Nëse nalin dhe e pyesin vetveten, dhe pyesin në të shmërinë e pastërt që e ka çdo njeri kur është i vogël, në zemrën e tina, çka dëshiron Zoti prej meje? Pse më ka sjellë Zoti në këtë dynjë? Do të kish hulumtu për me gjetë vërtetën. Do të kish pyet, do të kish lexu, do të kish studiu dhe do të kish arrit që Allah xhaleshon nuk kërkon asgjë. Kërkon madhuru. Allah nuk kërkon furnizim nga ne. As nuk dëshoj të thotë Allah që të moshin. Allah është furnizuesi i vetëm, i fuqishmi, i plot pushtetshëm. Allah i madhërisht nuk ka krijuar gjë dhe njerëz për tjetër veçse për t'i vënë në provë. Çështë të thuar më, huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah është ai i cili krijoi vdekjen dhe jetën. Me ju provu se kush për juve jeni me veprën. Kjo është gara e njerëzve që kanë ambicie të larta dhe dëshirojnë takimin me Zotin xhaleshanu.
Vllazni, secili prej ju është me vepër mirë. Na me të vërtetë i dojmë sahabët. Edhe dashuria e sahabëve është iman. Urrejtja e sahabëve është kufër. Allahu xhaleshon ka përmend dashninë e vet për sahabët para se me përmend dashninë e sahabëve për Allahun xhaleshon. Allah thotë radiallahu anhum wa radu an. Allahu është i kënaqur me sahabët dhe sahabët janë të kënaqur me Allahun xhaleshon. Gara e sahabëve ka qenë punë të mira. Nuk i kanë harru dynjen. Kanë punu. Parasysh që kanë po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë pos model. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kanë nxit njerëzit që të jenë punëtor, që ta bashkojnë dynjan me ahiretin, që ta bashkojnë fejen me obligimet ditore, obligimet familjare, obligimet shoqërore. E gara sahabëve ka qenë në gjitha sferat. Në qoftë një ibadet personal, në qoftë nevoja kur ka qenë, që ka qenë gara Abu Bekrit me Omerin, apo Abu Bekri nuk e garu me rrugën, po tjetër mundu me nxon Abu Bekrin apo mbarazu apo më kalu, ku Omer radiallahu anhu në luftën e Tebukut e ka sjell gjysmën e pasurisë dhe ka mendu që sot do kalon në të mira Abu Bekri. Dhe pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë ke lënë nga pasuria, apo sa ke lënë nga pasuria të familjave, thotë kam lënë aq sa kam sjell këtu. Dhe kur e pyet Abu Bekri radiallahu anhu, çfarë i ke lënë familjes sa e kam lënë Allahun dhe të dërguarin e tij. Omer radiallahu anhu është sheh këtë vepër të Abu Bekrit, thotë pas sotit nuk do të shtyna. Pra ashtu që e ka ditë që nuk ka mundësi me e zën në veprat mira Abu Bekri radiallahu anhu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka pyet sahabët, i ka pyet për mundësit veprat mira, edhe kush nga ju është ngritur sot agjërushëm? Abu Bekri radiallahu ka thonë unë. Cili nga ju sot e ka falë një xhenazë? Abu Bekri radiallahu thotë unë. Cili nga ju e ka përcjell një xhenazë derisa varroste? Abu Bekri radiallahu unë. Cili nga ju e ka vizituar një të semur? Abu Bekri radiallahu thotë unë. Dhe cili nga ju e ka ushqyer një nevojtar? Abu Bekri radiallahu thotë unë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk bashkohen te një njeri. Këto 4 gjëra në një ditë vetëm se do të jetë nga banorët e xhenetit. Tash është fatkeqësi nëse njeriu jeton disa vite dhe nuk i bashkon këto një ditë prej ditëve të jetës tina, që janë 4, mu ngrit agjërushëm, me falë dhe me përcjell një xhenazë, me vizitu një smut dhe me ushqy një nevojtar. Zakonisht besimtar që e din këtë hadith, e din se Ramazan jemi nushëm të gjithë. Do të thotë kushti i parë plotsu, kush ngrit nga agjërushëm. Kushti i dytë, shiqojnë ku ka xhenazë që me fal xhenazën dhe me përcjell. Edhe kushti i dytë u pranon. Kushti i tretë, sidomos me smujat e shumta që kemi çdo familje apo çdo lagje, me vizitu një. Dhe e fundit me ushqy një nevojtar. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tek një ai person që bashkohen këto 4 gjëra në një ditë, është për banorëve të xhenetit. E pra Allah xhaleshon ku thotë për t'ju provuar se kush prej ju do të veprojë më mirë, kjo është gara që Zoti kërkon prej robërve të tij. Për t'ju provuar me çfarë? Me adhurim. Nëse njeriu do të adhurojë vetëm Allahun apo do të shoqërojë të tjerë, apo do të shoqërojë të tjerë në adhurim. Njerëzit këtë botë janë 2 grupa. Ose janë njesues të Zotit, ose janë idhujtar ndaj Zotit xhaleshon. S'ka dyshim se kjo çështje është çështje madhështore. Dhe me që njeriu është krijuar për këtë qëllim, atëherë ai ka nevojë për diçka që ndriçon në këtë drejtim. Ka nevojë për diçka që mëson dhe i kujton qëllimin për të cilin është krijuar. E mëson se të arrijë të adhurimi Zotit të tij në formën e kërkuar prej Allahut xhaleshon. Pastaj thot autori, Allahu na furnizon. Allahu xhaleshon në shumë ajete e vërtetojnë këtë, po e përmendën disa prej tyre. Thot Allahu xhaleshon, Allah është furnizues i madh. Ai fuqi forti. Thot Allahu xhaleshon, thuaj kush që furnizon nga qielli dhe nga toka. Thuaj Allah, thuaj kush që furnizon me ushqim nga qielli dhe toka. Kush e ka në dorë të dëgjuar dhe të pamët tuaj. Kush e nxjerr të gjallën nga i vdekur dhe e nxjerr të vdekur nga i gjalli, kush rregullon çdo çështje, ata do të thonë Allahu xhaleshon.
Ndërsa se përket hadithit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është hadithi që e lut Zotin xhaleshanuhu, çdo kush që beson këtë më martu, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur foshnja në barkën e nanës, e dërgon Allah xhaleshan melekun dhe urdhëron që t'i shkruaj 4 gjëra: furnizimin e tij, periudhën e jetës së tij, veprat e tij dhe sa do të jetë prej të begatuarve apo prej të dëshpëruarve në ahiret. Hadith rasul Imam Bukhariu dhe Muslimi. Argument tjetër që Allah xhaleshan na mban në ekzistencë, sepse ne nuk mund të jetojmë pa ushqim dhe ujë, e që të dyja këto janë të krijuara prej Allahut xhaleshan. Allahu xhaleshan thotë: ai as nuk ka krijuar pa ndonjë qëllim. A nuk e shihni atë që e mbillni? A ju bëni të mbi ajo, apo ne e bëjmë të mbi? Sikur ne të dëshironim do ta bënin atë të thyer, të shkatruar, e ju do të mbeteshin gjithmonë të habitur duke thënë: s'ka dyshim se ne mbetëm të dëmtuar, po jo, ne mbetëm pa të varfruar. A shihni ujin që po pini? A ju e lëshoni atë prej rreve, apo ne jemi që e lëshojmë? Sikur ne të dëshirojmë e bëjmë atë të njelmët, përse nuk falenderoni. Kështu kjo tregon qartë se i gjithë furnizimi ynë, ushqimi dhe pija është prej Allahut xhaleshan. Dhe thot Allahu xhaleshan: a menduat se ne u kryam kot dhe se nuk do të ktheheni tek ne? I lartë është Allahu sunduesi i vërtet, nuk ka zot tjetër veç Tij. Vllazni, sidomos ata që mundohen me punu tokën. Sa herë kanë marrë sebepet dhe janë mundu dhe kanë punu, dhe Allahu xhaleshanuhu nuk e ka liju që dalin ato bimë mbi sipërfaqen e tokës. Njeriu nuk bën një mbështet sebepeve personale pa kërkuar nga Allahu xhaleshanuhu furnizim. Shiu, ka thonë dietarët, nuk është më rëndësi shumica apo pakica e tij. Mi po më rëndësi është bereqeti kur Zoti e lëshon shiu. Allahu xhaleshanuhu, një popull i cili ka pas të mirat dhe Allahu xhennetan, i ka pas 2 lumej, djathtë dhe të majtë. Mi për shkak mos besimi tyre, që ajo tokë është një merin e sot, e kanë muhu populli Sebes, e kanë muhu Allahun xhaleshanuhu, i kanë bërë shirk Allahut xhaleshanuhu. Allahu xhaleshanuhu atë tokë e cila ka pas bereqete, që nuk ka pas asnjë tokë mbi sipërfaqen e tokës bereqete që i ka pas ai pat. Për shkak mohimit që kanë pas ndaj Zotit xhaleshanuhu, e ka shëndruar Allahu xhaleshanuhu një tokë që kur mo nuk ka me dalë. Kanë kalu shekuj e shekuj. Për arsye që Allahu xhaleshanuhu bereqetin e ka tërheq për shkak kufrit mosbesimit tyre. Për atë ne me të vërtet do të jemi falendëruese ndaj Zotit xhaleshanuhu. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë Allahu xhaleshanuhu e dëshiron prej robit kur ta han një kashore dhe falendëron. Dhe kur ta pin një glëng ujë dhe falendëron Zotin xhaleshanuhu. E pra të prej doave që besimtarët dhe besimtarët nuk e dinë dhe nuk e praktikojnë, për pas elhamit, nëse nuk harrojnë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka kryer ushqimin çfarë doaje ka thënë? Ka thënë alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana. Falënderimi i takon Allahut xhaleshanuhu i cili na dha me ngrënë dhe me pi. Wa ja'alana min al-muslimin, dhe na ka bërë neve prej muslimanëve. Do të at'amana wa saqana, kur ti çdo ditë thu falënderimi i takon Allahut xhaleshanuhu i cili na bëri me ngrënë dhe me pi. Jemi afër Zotit, jemi falendërues ndaj Zotit xhaleshanuhu. E din se ushqimin që e ka hanë dhe pijen që ne ka pinë, Allahu xhaleshanuhu ta ka dhënë edhe ushqimin dhe pijen. E vërtet, se Allah ti ka dhënë sebebet, ta ka dhënë shnetin, ta ka dhënë mundësinë me punu. I po dije se mund t'i merr Allahu xhaleshanuhu të gjitha mundësinë e arritjes fitimit. E për atë, derisa Allahu xhaleshanuhu është furnizues dhe Allahu është i mirë, don nga ne që ushqimi dhe pija të jetë mirë. Për arsye që nuk dëshon Allahu xhaleshanuhu nga robi i vet që të fiton pasurinë me haram dhe ta shpenzon haram. Apo të fiton pasurinë me haram dhe ta blen ushqimin halal. Mi pa Allahu xhaleshanuhu nuk pranon vetëm se pasurinë halal dhe shpenzimin në halal.
Pasi Allah xhaleshon na ka kriju, na ka furnizu, e ka pa që njeriu, sa të mira që ketë nga ona tina, nuk ka mundësi njeriu me gjetë rrugën drejt Zotit pa na ndihmu me pejgamber. Allahu xhaleshonuhu edhe si krijuesi jonë edhe ne krijesit tina, na ka ndihmu me pejgamber nga Nuhu a.s. deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu Allahu i dërgoi të dërguarit e tij te krijesat që ata të ishin argument për ta. Dhe që ata të adhurojnë vetëm Allahun në atë mënyrë që Allahu do. Allah thot, ne të frymëzuam ty me shpallje, i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sikur se e frymëzuam Nuhun dhe pejgamberët pas tij, Do pejgamberin e parë që Zoti xhaleshon ka dërguar te një popull për me thirrë besim është Nuhu a.s. Ademi a.s. është baba i njerëzimit. Edhe pejgamberi parë nga Zoti xhaleshon. Mi po i dërguar që Zoti ka dërguar te një popull, mu kthyn rrugën e Zotit është Nuhu a.s. Tatë Allah xhaleshon e patën frymëzuar Ibrahimin, Ismailin, Ishakun, Jakubin dhe pasardhësit e tij, Isain, Ejubin, Yunusin, Harunin, Sulejmon e Davudit i patëm dhenë Zeburin. Dhe dërguam të dërguar me paqe të rrëfyem për ta. Dhe të dërguar të tjerë për të cilat nuk të rrëfyem. E Musait i foli Allahu me fjalë. Të dërguar që ishin lajm gëzues e kërcënues. Ashtu që pas dënimit të dërguarve njerëzit e mos kenë fakt arsyetim para Allahut. Allah është i pavarur në sundimin e vet dhe di si të veprojë. Allah xhaleshoni ka përmbledh emrat e gjithë këtyre pejgamberëve me tregu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ne të frymëzuam ty me shpallë sikur e frymëzuam Nuhun dhe pejgamberët pas Nuhut alaihi salam. Allah i lartësuar na dërgoi neve ummetit tonë të dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të na treguar në argumentet dhe ajetet e Allahut për të na pastruar ne nga shirku dhe nga gjërat e këqija, për të na mësuar librin dhe urtësinë. Çka është vllazni kuptimi me fjalën kitabe wal hikme dhe urtësia? Suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është përgjigje, Allah e shpëlbëfshim. Kjo është përgjigje për ata të cilët thonë ne mjafton Kur'ani. Kur'ani, që është fjala e Zotit, dhe Suneti, që është vahje pe Zotit. Allah xhaleshon ka dërguar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për më ne i tregu neve. Ashtu siç u dërguan të dërguar edhe tek ata para nesh. Allah xhaleshon prej librave të cilat i ka dërguar dhe gjenden në mesin e njerëzimit, të ndryshuara përpos Kuranit, është Tevrati që ka dërguar Musa alayhis salam, Zeburi që ka dërguar Davud alayhis salam dhe Injili që ka dërguar Isa alayhis salam. Kurani Allah xhaleshon ka qenë mrekullia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo pejgamber ka pas mrekullitë e kohës së vet. Dërsa mrekullinë që ka dhënë Zoti përjetësisht në mesin tonë është Kurani dhe urtësia e Sunetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Rrugat që të çon te Zoti është rruga e pejgamberëve, të cilët e pranuan nga Zoti i Madhëshëm. Kjo rrugë është Islami i përgjithshëm. I Madhëshmi thot feja vërtet tek Allah është vetëm Islami. Në shtrimin ndaj Zotit duke adhuruar si të vetëm, duke u bindur dispozitat e tij dhe duke u distancuar nga shirku dhe idhëtarët e shirkut. Vllazni të shirku, me lejen e Zotit edhe këtë libër, edhe libra të tjera që të shpjegojnë qytetin tonë, vendin tonë, më të vërtet ka nevojë që njeriu t'i përmirëson bindjet, t'i përmirëson shprehjet. Prej shprehjeve që janë shirk dhe përdoren shumë edhe nga besimtar, është betimi në dikën tjetër përpos Zotit xhaleshon. Prej shprehjeve që përdoren edhe nga besimtarët është që kur ndodh një shpëtim në raste të caktuara, nuk e falenderojnë Zotin, mirë po i largojnë sebepet e shpëtimit, sidomos në udhtim, të përvoja shoferit, të fuqia makinës, të frenet e makinës, dhe nuk thot deshti Zoti shpëtuam, mirë po deshti falë eksperiencës të personit,
fal markës makinës, do të gjitha këto që gjindet, betimi, edhe kjo qetëseka, dhe gjëra tjera, ne nuk kemi mundësi me i largu nga mendja jonë, nga fjalët tona, po nuk është diturin rreth tauhidit, akides, njësimit Zotit Gjallëshan. Profetët u kanë qarsuar njerëzve këtë qëllim dhe i kanë udhëzuar ata drejt adhurimit të Allahut si të vetëm, pa e shëshuar diçka tjetër në adhurim. Dhe për shkak të këtij parimi themelor të fesë, filloi një armiqësi midis profetëve dhe kundërshtarëve mes popujve të tyre. Nga që disa duan të adhurojnë Allahun sipas mënyrës së tyre, jo siç kërkon Allahu xhaleshan. Dasni, nga që disa duan të adhurojnë Allahun sipas mënyrës së tyre, kjo është edhe te disa namazdi edhe në qytetin tonë edhe në vendin tonë. Kur ti thu hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, faluni ashtu siç më keni parë mua duke u falur, e kundërshtojnë hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ti tërheqë vrejtjen, sidomos çështje takites besimit, është merr me pas hala namazli në qytetin tonë, edhe me pas bindje, si ka foli për namazlit Bajramit dhe Xhumos. Kjo mi qartë. Namazlit të cilët kanë bindje, se dikush për pos Zotit Gjallëshan mund bën domë dhe të bi. Që për Zotin, me i dërgu të varri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do shta harrojnë Zotin Gjallëshan dhe i drejtojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në lutjet e tina. Allah Gjallëshanuhu po i thët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ti kime vdek dhe ata do të vdesin. E për atë, filloi një armiqësi midis profetëve dhe kundërshtarëve të tyre, ajo armiqësi e trashëgimtarëve të profetëve vazhdon të jetë edhe në këto momente kur jemi duke mbajtur këtë gjëra. Ne si besimtarë nuk kemi trashëguar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndonjë pasuri të prekshme. Ajo që kemi trashëguar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dituria të cilën e ka lënë. Dhe për atë kur një njeri i thirr njerëzit në njësimin e Zotit Gjallëshan, në ndjekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a do ketë ndihmës më shumë apo armiqsh më shumë? Padyshim do të ketë armiqsh më shumë. Çu thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, djali i Axhës Khatijës radhiyallahu anha, Waraka ibn Nawfal. Ata sikur të ishte i ri. Që të ndihmoj a ditë kur do të nxjerr popullin nga ky vend. Sa luftohemi ne si hoxhallar dhe ju si pasues të rrugës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në tobime të vogla të mëdha nga namazit që falen mas neve apo falen sa të neve. Unë ku mundu që më të vërtet njerëzit janë vetëdijsu deri në mos. Që disa gjana që më të vërtet e dëmtojnë unitetin e muslimanëve, e dëmtojnë besimin islam, e dëmtojnë pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë përfunduar dhe janë sqaruar dhe janë harruar qytetin tonë. Dalin njerëz këtu apo atje që më të vërtet, me dije apo pa dije, me qëllim apo pa qëllim, ashtu mundohen të shprehin armiqësinë ndaj rrugës të pastërt, sa më të vërtet njeriu më thonë, "A është ky person që unë penjer që sa vite. Ne po dojmë u konë muslimon besimtar sinqert. Ai i cili kundërshton një thirrës i cili thirr në besimin e pastër. Çfarë besimi ka ai? Armiqësia nuk është që për xhelozot se ai është imam, a ky është xhamot, jo. Armiqësia është për shkak që ai po thirr në atë që ky nuk e beson. Ky nuk e praktikon. Dhe ky e kundërshton. Allahu xhaleshanuhu gjithë njerëzimin i ka sprovu me sprovën më të madhe. Thot Allah xhaleshanuhu thuaj Muhammed, a kemi dëshirë që Allahu xhaleshanuhu me na desht. Mi pa Allahu xhaleshanuhu i ka sprovu që është Hasan al-Basri me këtë ajet krejt musliman deri në gjykimin. Thuaj atyre, nëse ju me doni, fattabi'uni. Allah xhaleshanuhu thuaj Muhammed, ndishni mua që t'ju doj Allahu xhaleshanuhu. Nuk ka mundësi dikush me arrit
dashninë e Zotit ndaj vetes tina pa ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu pra, rruga për të arritur dashninë e Zotit kalon nëpërmjet bindjes ndaj profetëve, ndjekjes së tyre dhe ndjekjes së vulës së profetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilët Zoti i dha zbulesën e fundit dhe në këtë mënyrë u anuluan zbulesat e mëparshme. Tashmë njerëzit kanë vetëm një rrugë për të arritur tek Zoti, përkërisht rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është ndërmjetësi praktik që duhet të ndjekin njerëzit për të arritur te Allahu. Kur të që ndjek ose orientohet përmes një rrugë tjetër veç kësaj, konsiderohet se ka humbur rrugën e vërtetë. Kjo është çështja e parë dhe është shumë e rëndësishme. Nëse ky parim zë vend në zemrën e njeriut, atëherë ai është shpije drejt çdo të mirë. Pra njeriu duhet të vetëdijsohet se është krijuar për një qëllim të saktuar. Cili është ky qëllim? Ky qëllim është adhurimi i Allahut pa i shoqëruar asgjë. Si mund të nimi me formën e këtij adhurimi duke ndjekur të dërguarin e Zotit, pra gjithë feja përmblidhet tek ky parim. Adhurimi, njësimi Allahu xhalla shanu dhe pasimi i traditës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.